Nga ato ditë, e cila nisi me çajin e mëngjesit, që ai shumë na pëlqen të kapinim në lokalin pranë shkollës. Kisha nevojë të zgjohesha. Mbrëm kisha ndenjur deri vonë duke folur me ta. Shqipu, zëmblim ka bërë për vete. Pyes veten. Apo më mendon tani? Ç'të bëj? Më kërkon të takohemi. Orën e ardhshme duhet jem në shkollë, por më kërkon të takohemi. Si ta bëj? Orën e ardhshme kam mësim dhe duhet jem në shkollë, por dua të takoj. Duhet të takoj. Dhe kjo vajzë, sa shumë shqetësohet. E ç'mund të ndodhë nga takimi me të? Duhet të takoj. Kam kaq shikoj që flas, dhe ai më në fund më kërkohet të dalë me të. Si më bestohet se ai mirë dhe i sjellshëm është. Shiko sa priti. Djemë të tjerë do i kishin nxituar gjërat, por jo. Jo zëmblim. Në foto është kaq simpatik. Pyes veten. Si do t'jetë në lokal? Po shiko. Çfarë? Po bën drejt meje. Po ecën. Del nga makina me një hap të frikshëm. Pse po vjen drejt meje? Kush është ky burr? Shtreshi do nga unë. Duhet ketë në një gabim, do ketë gatuar person. Prezantohet si ai. Është i zë, lëshon ose mbrek. Lëshon, më një aki qmendur, lëshon. Shtreqin, po zoti madh, ku të shion të lëshosh. Shtreqin bën, kujt, zoti madh më ndihmo. Zoti madh, më ndihmo. Si ku t'kisha mundësi të nxirë telefonin. Por një grua me fytyrë të shpejtë dhe me zesti jetën e saj, me buzë të vyshkull andaj, me plak në gjoks, e stolisur me veshje dhe me shpirt grisun. Një gruaje, një kensk sobote, një fantom uje vallzon të valle në rrugë të madhe. Dy hapa para, dy hapa mbrapa, me këmbë zbathun me zemër të flasun. Dy hapa djathtas, dy hapa majtas me flokë të fime me ndjesi të ngrime. Jeta e saj është kjo valle të shmendur në rrugët e qytetit tonë. Një jetë e fikur, një jetë e shterur,
shpirti molisëm, zemra e thellur. Izavori, një hon që vallëzon natën vonë në rrugët e qytetit tonë.